në Instagram. Si ka mundësi që nuk jemi kur dakord me një fitues? Më bën shumë çudi në çdo garë. Në çdo garë, gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humbë është i miri. Patjetër që po i referohem Big Brotherit. Gara, Rozana Gerta, unë bet Gerta, të gjithë bëhen me Gertën, si kurrë më parë, jam shumë e lumtur për këtë. Por Gerta nuk ka nevojë vetëm për zhurmë Instagrami, Gerta ka nevojë për vota. Dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra, kjo zhurma që bëhet në Instagram, papritmas, nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë. Dhe mund t'ju numëroj dhe disa raste tjera që ka ndodhur krejt e kundërta. Ishte Egli në shtëpi, nuk e dua me Eglin nxirrën jashtë ç'është kjo. Doli Egli nga shtëpia, u çua gjithë Shqipëria në këmbë, dua me Eglin, theni Eglin, nuk ka kuptim loja pa Eglin. U fut Egli në shtëpi. Pse u fut, nuk e doni, ma unfollow, nuk e duam, ç'është kjo, pa mbush 24 orë që ishte futur në shtëpi.